Keni flokë të dobët dhe të thatë, provoni këtë maskë dhe do befasoheni. Mesatarisht flokët rriten rreth gjysmë inçi brenda 30 ditëve. Në rritje të flokut ndikon shumë faktorë, përfshirë shëndeti, mirëqenien, genet e të tjera. Bimë të caktuara mund të bëjnë që të rritet floku shumë më shpejt, megjithatë edhe ushqimi i mirë për to është mënyra natyrale. Sidoqoftë, ndryshe nga ilaçet farmaceutike që nuk kryejnë punë, në këtë video do të rendisim disa produkte të hollësishme, të cilat ju ndihmojnë në rritjen e flokut tuaj në kushte shtëpie. Përbërësit që u duhen janë 2 lugë gjedhe vaj rincini, 1 të verdhë veze dhe 1 lugë gjedhe mjaltë. Të gjitha përbërësit i përzjeni së bashku duke përfituar një pastë të mirëfillt dhe aplikoni atë në flokun tuaj. Flokët i mbuloni me një qese ose i mbuloni flokët me ndonjë nap dhe lini ashtu për 2 deri në 4 orë. Pas 2 orëve ose 4 orëve, flokët i pastroni me shampull dhe zbutës të flokëve. Këtë proces e bëni të paktën 1 herë ose 2 herë në muaj.